Polici. Kush mund të kalojë i pari dhe kush duhet të presë? Nëse shihni një polic, kushtojuni vëmendje atyre. Ata kanë përparësi. Edhe nëse dritat dhe tabelat japin udhëzime të ndryshme. Polici ngren njërin dorë në ajër. Të gjithë duhet të ndalojnë. Nëse shihni pjesën anësore dhe veshët e policit, ju mund të ecni me biçikletë më tej. Nëse polici ngren njërin dorë në ajër, të gjithë duhet të ndalojnë. Nëse mund të shihni fytyrën ose pjesën e pasme të policit, ju duhet të ndaloni. Dhe tani jemi në rrugë në një kryqëzim. Polici ngren njërin dorë. Të gjithë duhet të ndalojnë. Nëse mund të shihni fytyrën ose kurrizin e policit, duhet të ndaloni, edhe nëse drita është e gjelbër. Nëse shihni pjesën anësore të policit, mund të kaloni, edhe nëse drita është e kuqe.